Uji i pishëm në qytetin e Delvinës ende vazhdon të jetë i ndotur. Banorët e qytetit për këtë arsye kanë organizuar të martën një protestë paqësore në vendin e quajtur Ura i Gajdarit, e cila lidh qytetin e Sarandës së Delvinës me qytete të tjera të vendit. Mbi 150 banor delvinjot u grumbulluan dhe tubuan në mënyrë paqësore, duke ju drejtuar me thirrje qeverisë se duhet të ndërhyjë menjëherë për ndryshimin e situatës me ujin e pishëm, i cili prej disa muajsh është i pakonsumueshëm. Sipas analizave të kryera me mostrën e ujit të marrë nga burimi i Vrizit, rezultoi se uji përmbante ndotje të rënda mikrobiologjike me prejardhje të hidrokarbureve. Ne kërkojmë domethënë që zgjidhje nga qeveria se ndotja është krijuar nga firma që ka bërë disa shpërthime në fuset e naftës Delvin. Ushtri i bashkisë Delvin ka nxjerrë disa çezma edhe mbushim me bidona si në mesjet. Që qeveria të na plotësoj një nga kushtet kryesore jetike. Delvina është pa ujë. Uji as pihet, as mund të lahesh. Kjo ka ndodhur si rezultati një shpërthimi që ka bërë kompania italiano-kanadeze për naftën, u infektuar burimet e ujit. Qytetarët e Delvinës fajsuan qeverinë për situatën aktuale që ka lejuar kompaninë kanadeze të kryejë punime për hapjen e puseve për shfrytëzimin e naftës dhe gazit në pellgun e Delvinës. Sipas banorëve, kjo situatë ka ndotur ujin e pishëm të qytetit të tyre, në të cilën nëse nuk ndërhyhet menjëherë, Sina e Verës do të sjellë probleme edhe më shqetësuese.